Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikrimin e datës 2 qershor të 2025-ës. Një javë të mbarë, ditë të mbarë, gjithçka të mbara. Për arsye një mirë, sepse ndryshimet që kanë të bëjnë, momentet që kanë të bëjnë, është periudha dhe koha, sepse juve gjithmonë në një çështje pune reduktoni kohën dhe ndikimin tjetër që ka të bëjnë puna aktuale. Një moment shumë i mirë për këtë fillim muaji, sepse lidhet shumë me muajin, lidhet shumë me ndryshimet që bëhen, por është një moment mjaft i artë, një çështje që mund të keni pasur probleme zgjidhet. Është periudha dhe ndikimi më i madh që mund të jetë ndonjëherë. Çështjet që kanë të bëjnë me lëvizjet, kanë të bëjnë me punën, kanë të bëjnë me karrierën, kanë të bëjnë me ndryshime të shumë llojeve, dhe është një moment tani, është një moment shumë pozitiv, është një moment që gjërat mund të mos jenë aty ku duhet, por vështirësitë janë, por do e kalojnë, nuk ka në diçka për të shqetësuar. Duke pasur parasysh një kënd që bën Jupiteri me Mërkurin dhe një ndikim shumë i mirë dielli që bën me Neptunin, që do të thotë çështje pune, çështje karriere dhe vazhdimësie. Mbi disa ndikime të tjera që lidhet shumë me disa punë të tjera dhe disa gjëra që janë shumë të mira në udhëtime. Kjo ditë i ka të gjitha. Prandaj shfrytëzojeni maksimum si fillim javë që është.